Ndryshimet që kanë hyrë këtë të martë në fuqi për nivelin e zhurmave në zonat bregdetare janë prezantuar në Lezhë nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Rishikuam nivelin e zhurmave të lejuara por aktivitetet ekonomike dhe sociale, kryesisht në gjatë sezonit turistik, që do thotë të gjitha ato bare, restorante, lokale, klube nate, të cilat veprojnë nga ora 8 i darkës deri në 12 të mesnatës. Niveli i lejuar i zhurmave është 45 decibel në mjediset publike dhe përfaqësën orare nga ora 11 e paraditës deri në 8 të darkës do jetë 65 decibel. Nga ana e tij, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierre Indreu, shpreh se bashkëpunimi mes policisë së shtetit ka sjellë një rritje të rendit dhe sigurisë publike, duke ndikuar drejt për drejt në një sezon turistik të suksesshëm. Nuk kam pse mos ta shpreh bashkëpunimin shumë të mirë që po bëjmë me policinë e shtetit në gjatë këtij sezoni. Gjithashtu jam shumë i kënaqur me VGM që ka dalë për zhurmat, është një ndër plagët që ne kemi në Bregdet dhe fundit duhet vendosim një standard që kërkohet nga pushuesit dhe ne duhet i shërbejmë atyre. Gjatë vizitës në Lezhë, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita, zhvilloi një takim me Bashkinë e Lezhë. Në fokus të diskutimeve ishte forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit dhe rritja e efikasitetit të institucioneve për të garantuar një sezon të qetë dhe të sigurt për të gjithë pushuesit që zgjedhin Bregdetin e Lezhës këtë verë.